Prej Ungjillit të Lukës, kapitulli 11, rreshtat 29 deri në 32. Të dijshmit kërkojnë një shenjë. Mbasi populli shkonte gjithnjë duke u bashkuar, ai filloi të flasë. Kjo brezëri është brezëri e keqe, po kërkon një shenjë, por se nuk do t'i jepet shenjë tjetër përveç shenjës së Jonës. Sikur se Jona u bë shenjë për Ninevët, ashtu edhe Biri i Njeriut do të jetë shenjë për këtë brezëri. Mbretëresha e Jugut ditën e gjyqit do të ngritet bashkë me njerëzit e kësaj brezërie dhe do t'i dënojë, sepse ajo erdhi nga skoji i Leut për të dëgjuar urtinë e Salomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Salomoni. Njerëzit e Nineves ditën e gjyqit do të ngriten bashkë me këtë brezëri dhe do të dënojnë, sepse u kthyen me predikimin e Jonës. Dhe ja, këtu dikush më i madh se Jona.